حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. لازم التلفون نقطة للموت يلوتن لازم التلفون nuk e kuptoni se sa shëmtuar vetëm për këtu. Kemi bërtim, jemi qirë për të punë, s'du me konsumu më. Merë telefonin, ditë në dira gjallës. Marë punë, fëtë mërëne, kaqë. është shumë e thjeshtë në meselë. Allah e shpëtet. Vëllezër të nderuar dhe ju motra të nderuar. المتدبر في القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى. Ai cili mediton në Kur'an, ai cili zhytet në Kur'an, e kupton që Kur'ani fjala e Zotit të mëdhenueshëm, që në Fatihatul Kitab dhe deri kur mbaron te surja Nas, i gjithë Kur'ani është lutje dhe dua, subhanallah. Madje o vëllezër të nderuar, Ibn Qayyim Allahu Anshirah, tabibul qulub, doktori i zemrave ka thënë, a'zam ma madhja dua që kemi ne besimtarët është pikërisht në surën Fatiha. Anë themi në 17 herë në ditë, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. O vëllezër të nderuar, thot i gjithë Kurani është i përmbledhur në Fatiha. E gjithë Fatihaja është i përmbledhur tek ajet Kur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. O Zot, më udhëzon rrugën tënde. Dhe o vëllezër të nderuar, madje jo vetëm që i tërë Kurani është dua, por nga mirësia e duas që ka në jetën e tonë përditshme, Rabbul Jalal wal Ikram, Zoti i Madhërueshëm, neve na ka urdhëruar që neve të bëjmë dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Në surën Ghafir, thot Allah subhanahu wa taala, dhe tha Zoti juaj, më lutni mua që unë të përgjigjem juve. Dhe o vëllezër të nderuar, në ajetët e Ramazanit kur mbyllet, Allahu Jalal thot Bismillahirrahmanirrahim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. O Muhammed, kur të pyesin krijesat për Zotin e tyne, thuaj Allahu është afër atij cili lutet, da'i idha da'a, lutësi kur i lutet Zotit, Allahu është afër tij. Dhe o vëllezër të nderuar, al-hadith an-nabawiyya tawatarat, kulluha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha janë mutawatir fi fadl ad-dua, tek mirësia e duas, gjë të cilën e kemi lënë mba pakratën nga djerë. O vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është parë në luftën e Bedrit, i kanë ngritur duart e tija kështu i kanë ngritur duart e tija, që t'jetë sa më afër Zotit në duan e tij,
sa ka të anhu, ajo pelerina që e kishte i rënë tokë, duke i bërë dua Allahut të Gjelal, sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të nderuar, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sejdë e tale, sejdëtu e ka zgjatë, sejdën e tij pejgamberi alaihi salam duke bërë dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy sejdëve, në qëndrimin e tij, e ka zgjatë sa kanë menduar dhe është sahabët që pejgamberi e harroi namazin. Fa hayatuhu kulluha dua. Jeta e tij ka qenë e gjitha dua. O vëllezër të nderuar, në mirësinë e duas, këtë ibadet, këtë adhurim, qad ittafaqa ahli al-ilmi, kanë rënë dakord të gjithë dietarët në një konsensus unanim që duaja dhe hadithet e duas janë të gjitha të sakta, të plota për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe që duaja është prej dinit, që duaja me bërë dua Zotit, kjo është prej fesë tonë e fundit. O vëllezër të nderuar, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë i dashur i Zotit, fi fadli dua, tek mirësia e duas, thotë ad-du'a muful ibad. Duaja brevllai i nderuar dhe ti motër e nderuar, mësoje për kësaj xhumoje që duaja është truri i ibadetit. Truri i ibadetit. A e kemi vënë në Ramazan që neve duat e tona, si ka mundësi që jemi më të preokupuar në dua, pse dhe ibadetet e tona, adhurimet e tona kanë më amëlsi, sepse neve e kemi diçka që neve në mungon jashtë Ramazanit, neve plotësojmë Ramazan dhe kjo është duaja. Ishtem duat në Ramazanit, ishtem lutjet, në syfyr, kur që është për i buke qafu, e zot më bëj këtë marë, ditë këtë marë, e zot më rësot këtë ditë. Kur bën iftarin a thu, ja Allah më prano, o Zot më prano. Dhe është muhur i ibadet, është truri i ibadetit, kontrollon çdo ibadet tjetër, duaja. E dua, silahul mu'min, duaja është arma e besimtarit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam لأهمية الدعاء في حياتنا وفي حياة المسلم. Nga rëndësia e duas në jetën tonë dhe në jetën e besimtarit të muslimanit, kanë yu'allim ashabu, i ka mësu shokët e tij, ja u ka mësu duat, sikur se ja u ka mësu ajetet e Kuranit. Po, sikur ja u ka mësu ajetet e Kuranit. Sa prej nesh e dim duan mas sezonit? Mos në këtë forë se në kërite. Sa prej nesh e dim, duan mi të dy sejdëve, mos në këtë forë se në linë prodhim, në linë në klasë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ja u ka mësuar sahabëve, haja binajnë ka thamë, bëhuni bashkë, i ka bërë me të ngejt duta dhe ka bërë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma, subhanaka Allahumma, wa bihamdik, wa tabarak ismuka, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Dhe ka rizëve, kur e ka mësu, ka vazhdu me duan tjetër. Se pa duan nuk përsetuat tjetër muslimonit të vëllezër. أذكار الصباح وأذكار المساء، ذكر الصباح، ذكر الأكشام، تجيك këto argumentojnë që jeta jonë në vëllezër të nderuar është e gjitha dua, gjitha lutje. Prandaj, o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dashur i Zotit, edhe në momentet e fundit kur ja ka dërzu amanetin Allahut të Gjelal, e ka mbyll me dua. Htarahu al-melek. E ka meleku e ka bërë që të zgjede me dy gjallëve, me jetu në këtë dynja ose me vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën një dua Allahut dhe tha, ngriti gishtin e tij, Rafiq al-A'la, o Allah, do më nësë që të këta jenë të këti, që je falës dhe mëshirues iman,
dhe Allahu ja bani kabul duan moment, ja dërzoj amanetin Allahu dhe Gjelal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po vëllezër të nderuar, asnjëherë besimtari këtë ibadet nuk duhet ta nënlehtësojë. Asnjëherë këtë adhurim nuk duhet ta mëshkëlojë. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka diçka që e shtyn kaderin, nëse ka diçka që e ndryshon kaderin, ajo është duaja. Subhanallah. Nëse ka diçka që e shtyn kaderin, nëse ka diçka që e shtyn kaderin, ajo është duaja. Në kohën e Musait alayhis salam, kur e takon Zotin e Mamushëm, i thot një grua: "O Musa, lutë Zotin tënd për të kem fëmijë, se nuk po kam evlad." Musa alayhis salam kur takon me Zotin i thot: "Ja Rabbi, a ban me ditë filanja, a ka fëmijë, a s'ka, a do t'japsh?" I thot: "O Musa, ku nuk ka fëmijë, ajo femër nuk do të lindë në jetën e saj." Mbas një viti, subhanallah, mbas një farë kohe, Musa alayhis salam e shef këtë grua me fëmijë në dorë, subhanallah. Habitet Musa. Allah më tha mu që s'ka fëmijë, si kem me fëmijë. Kur e takoj Allah, po që ditër i tha: "Ja Rabbi, po që ditër, ti më dhe mu se ajo s'ka fëmijë. Ti më ke thonë mu që ajo s'ka fëmijë, unë e pash me evlad." I tha: "Shikujt është, jemi, ma ka falë Zotin, si është ke punë?" I thot: "O Musa, la ilaha illallah, shikoj dhe vëllezër, duaja o vëllezër. O Musa, unë kam pas shkruajtur për këtë femër në Lehul Mahfuz, në librin ku i kam shkruajtur kaderën, aqime, nuk lind kjo femër. Aqime, nuk lind kjo femër. Ama kjo Musa sa herë në unë e shkruajsha nuk lind, kjo bëtë dua Rafiq, Rahman, Rahim, o mëshirues, o mëshirëbërës, më jep fëmijë, dhe kjo e fshita të temën, subhanallah. Doja saj e fshita temën e Musa. Dhe për këtë arsye thot i fala dua për atë, i fala evladin për atë, dua se e fshiu atë fjalë, s'ka hakim në Lehul Mahfuz, kur bëhet duaja me sinqeritet tek Allahu. O vëllezër të nderuar, andaj nga njëherë neve, në duat e tona, shiko çfarë perceptimi një prej selefëve tonë. Çfarë perceptimi për duan. Thot: "Idha sa'alta Allah", kur ti kërkosh Allahun, kur të qëndrosh tek dera e Zotit dhe ti ngresh durr me i bë dua Allahut, kërkoj Zotin, ashtu sikur se i kërkon fëmia prindit të tij diçka tek dyqani. A hyn neve në supermarket? 50 lekë, 100 lekë për 1000 pjesë, 100 lekë. A i fëmija i vogël ka përkom gjallë, ti të pënohesh, pa e s'mër pak, ma e s'mër pak. 100 lekë me kështuna të lekë, me të zdo mja lekë. Ama a i të ka për pantolë shtë deri sa ta mëshë mendën ty, që ti dhe t'ja blesh atë pjesë, e ja blenë, shëtë të kërkoj Zotit. Mos hikë për i neve Zotit. Allah, unë për të lutëm. Hajtë mu, hajtë doa, një Rabbi, inshallah për mjëpë. Inshallah për e një doaja, pas një doaja, kush jam unë me një doaja me të Zotit, u gjëna qëri madhe, ja Allah, o lezër shikojni, mos ditë të dherë Zotit. Dherë sa ta mësh prej Zotit, atë që i kërkon, e kur ta mësh, largohë prej ti, sa është pra, shiru si madhë, jep, a i pakuat Allah me në vonin, nuk i pakuat. Kush e mbron problemi që mbron të ne? Të koncept jo një doas, të koncept jo një doas. Që neve halapin ngritur, hikim prej derës Allah të zëgjë, nuk e plëcin doa. Pra ndaj të vlezër të ndërruar, e shof shumë të rëndësishme në këtë kohë, në këtë zeman në të cilin neve jetojmë, që neve të kthejmë lutjeve dhe duave tonë.
Masha Allah në vlezër, të ndigjoni nënët e shumë prej e vladve, babalar e shumë prej e vladve, që vinë të në gjami, la ilahe illallah. Zemrat të caktuara për fëmijët të cilët ja u kanë kthy shpinën, nënë babalar të cilët janë të dërmuar nga jeta sepse e vladët e tyre nuk e kanë rrugën e hajrit. Vallahi vëllezër, është në këtë kohë ku jetojmë, në këtë zemanë të cilën neve jetojmë, t'jeni të bindur se arma e vetme jona me Allahun është duaja të cilën neve duhet t'ja bëjmë atij me sinqeritet. Dhe kur kanë përmendur ulemat min adabi dua, prej rregullave të duas është një e para që ti të kthehesh nga kibla. Ti krehesh duart lart. A thonë pejgamberi nëse nga drejt nat, ti drejt duart lart që tregon që ti po e kur po i drejtohesh atij që është atë lart pra, atij që të bërë këdoja e kapulli, e jo mua, po ta kryej hall, ta kryej problem, po doa kush e bën kapull? Allahu xhelal. Kjo është e para, e dyta. Masi drejtohesh nga kibla dhe ti ngresh duart e tua, ti paraprish duas me emrat e Allahut të përshtatshëm. Kemi hall, kemi të smur, kemi një që është në gjendje të rëndë. O Allah, ti që je shërues, që je shërën trupat e tonë, zemrat e tonë, shërën ma babën, shërën ma nënën, shërën ma vlajnë, t'ja përshtatësh duas emrin e përshtatshëm që ka Allahu Zogjel. A kur vjen puna të risku, e arrazat, o furnizues, më furnizon në rizk halal një e vlatë e mi, pasarësit e mi, një pambesa kudo që i kam. Kur vjen puna për mbrojtje, o mbrojtës, ty ti kam nëmë dorë fëmijët e mi, ty ti kam nëmë kërja le Zotit në dorë pjesë nga këllon gjithë. Prandaj kjo është e dyta vëllezër, që t'ja përshtatësh Allahu duan, emrin Allah që është i përshtatshëm për ta. Dhe e treta, o vëllezër të një të bindur kanë të ulemat, se duaja e cila del min qalbin khalis, prej zemrës së sinqertë, vallahi do të bjerën në duart Allahut, nuk kthehet në mbrapsht ajo duash. Dhe prej atyre edepeve të duas kanë thënë dietarët është që duaja të bëhet mire që të bëhet fi awqat al-istijaba, në kohën kur duaja pranohet, ka kohë të cilat duaja gjithmonë pranohet. Nëse të mbyllen dije për kësaj xhumoje, krejt dyrët e dunjos do të mbyllen. Vetëm një o mubarek e ketë hapur. Është dera Allahut 24 orë që nuk mbyllet kur. Ama ka disa kohë për shembull, kur bie shi, ka disa kohë për shembull, të cilat pranohet duaja si para iftarit. Dua asaj la yustajab inda iftarit. Duaja në Arafat nuk kthehet mbrapsht. E tjera kohë të cilat kanë ardhur në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që janë prej edepit të duas, që ti bësh të duaja për ai, është koha më e përshtatshme që të pranohen tek Allahu subhanahu wa taala. Mos na i pakov Zoti duat e tona, amin ya rabbel alamin. Dhe duart e tona Zoti asnjëherë mos na i urt vetëm se na i bë kabull ato lutje ato dua të cilat neve i bëjmë, amin ya rabbel alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li lakum wa lis-sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.